Rrjetet sociale janë në zjarr pas publikimit të posterit zyrtar të Loja e fundit, projekti më i ri që ka bërë bashkë dy nga emrat më të komentuar të showbizit shqiptar, Luis Eli dhe Kiara Tito. Në një epokë ku çdo gjë duket si Loja e fundit vjen si një histori që premton dramë, tension dhe surpriza, duke reflektuar realitetin e rrjeteve sociale dhe marrëdhënieve moderne. Posteri ka ngjallur menjëherë reagime të forta, me mira pëlqime dhe komente vetëm pak orë pas publikimit. Pjesë e projektit janë edhe emra të njohur të kinemas shqiptare, ndërsa roli i Luisit dhe Kiarës ka ndezur kurreshtjen e publikut, apo sjellin ata thjesht aktrim, apo ka edhe mesazhe të fshehta mes rreshtave. Fansat tashmë po pyesin, a është kjo Loja e fundit vetëm një film, apo një pasqyrim i asaj që ndodh pas skenës? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe na tregoni, do ta shikoni këtë projekt?